Të gjithë ju të shenjës së akrepit, mirë se erdhët në leximin e radhës për ju dhe gjithë ata që janë të interesuar për akrepin. Ku je tani? Akrepi, shikoje ku je tani. Kjo le të tregon që ke energji, fokus dhe vullnet të madh për ndryshim këtë javë, por kjo energji duhet kanalizuar drejt drejtimit të duhur. Pra nuk është koha të veprosh impulsivisht, por me qëllim. Keni parasysh që jeni shumë të fortë se situata, ke absolutisht kontrollin, përdore me logjik dhe asnjëherë me nxitim. Çfarë të nevojitet? Letra hap pas hapi, thot. Shikoni, është duke zbritur shkallëve, ta them kështu. Një shkallë sot, një shkallë nesër. Kjo javë kërkon plan të thjeshtë dhe hapa të vegjël. Mos mendo absolutisht për fundin, mendo për hapin e radhës. Dhe kjo do ta bëjë ndryshimin, të dashur akrepër. Nëse pret derisa gjithçka të jetë perfekte, do shtysh gjërat pafund. Çfarë mund të bësh në praktikë? Një detyrë përfundo pastaj tjetrën. Mos kërko rezultate menjëhershëm. Prioritetet vendosen sipas rëndësisë, jo sipas emocioneve, të dashur akrepër. Pengesa është ëndra. Shikoni ku jeni këtu, është idealizimi, pritjet jo reale. Kjo letër paralajmëron mos krijo histori në mendje, por njerëzit, marrëdhëniet apo planet. Pra, mos i krijo në kokën tënde, pra asgjë. Ndonjëherë akrepi sheh potencialin, jo realitetin, dhe zhgënimi vjen gjithmonë pas pritjes, jo nga faktet. Shiko atë që dikush bën, jo atë që s'mund apo që mund ta bëj. Mos vendos standarde sipas emocioneve, akrepër, por sipas sjelljes reale. Dhe rezultati juaj është zëri i mbrëmshëm. Në fund të javës apo në fund të kësaj situate, do të jeni shumë më të qartë. Ky është momenti ku intuita dhe logjika bashkohet dhe ti arrin në atë qetësinë apo qartësinë personale, vendim të matur, ndarje nga iluzioni. Kjo nuk është javë e jashtme, është javë e riorganizimit të mbrëmshëm që ndryshon rrugën më pas. Nëse ka të bëj leximi juaj me punë, para, mos e bëj hapin e madh pa plan. Apo një mundësi e re të tregon që po vjen, por duhet analizë. Më mirë pak dhe saktë se sa shumë dhe të çorganizuar. Nëse ky lexim ka të bëj me dashuri, në lidhje, nëse jeni duhet komunikimi drejt për drejt dhe pa nën kuptime, pa e zbukuruar, pa e thënë rrotull. Nëse jeni single, mos idealizo dikë, priç që të tregoj me veprime, jo me fjalë. Mesazhi i gjithë këtij leximi pra thot, mos e ndërtoj jetën mbi imagjinatë, ndërtoj mbi hapa të qartë dhe zgjedhje të vetëdijshme. Pra, kjo javë ju sjell fuqi, qartësi dhe stabilitet për vetëm nëse lë menjan iluzionet dhe vepron me hapa praktik, të dashur akrepër.